Mos e gëzoft qeveria mandatin e 4 që nuk e kom ditë që disa prej jush do mërziteshin aq shumë se unë postova në rrjetet e mia sociale ca video në anglisht. Po mallku qoftën e ditë, ku kujtu ai dreq kolegu këtu ku jetoj unë me më propozuj projekt mu në anglisht. Po jore, ati jam mylla, rini të qetë, e ndërpreva kontratën, po jore su kom sedrën, unë shkret bëj projektet e mija, të bëj qefin tim, e juve mos ju zej gjumi natën, e t'ju mërzisun juve, edhe kë, juve që ka 35 vjetë, s'ju ka mërzit politika, të ju rejt, të ju vjedh, të ju mashtru, e s'ju ka një zoni gojës. Imagjino sa e rënd ka qenë ajo që kam bon, që juve të shfryni kaq fort. Po sinqerisht, daç besonin, daç jo, unë nuk e kom ditë që ju s'dini anglisht. Jo vallaj, se sa herë vim Shqipni, unë e kom pa i modhe i vogël që i kënojnë e i din për menç tekstet e këtyne repistëve që 90% tekstet e kanë anglisht. Masanej, aty ka kalamojt vegjel që janë leje ritm Shqipni, pa dal as i dit për Shqipnia dhe të folin vetëm anglisht. Foli shqip sa dushti, vetëm anglisht. Se nga që prindrit nuk kanë nerva, i rrasin ka iPad në dorë dhe këto gjithë emisionet i shofin anglisht. Ku ta di unë e bona fakt krym? Së mu kom pak e lagja, gjyshen të i që mu kalamonit 4 vjeç të i dhonë buk, hajet keqe nona dhe kalamoni që ja kthete. I don't want it, you fucking bitch, stop it! Edhe gjyshja që thonë të, mashallah sa mirë që kam su gjutë, huj goca.